Ishte e martë pasdite kur vendimi u morë. Burri im, Artani, ishte në punë, dhe unë kisha mbetur vetëm me atë zhurmë të neveritshme në murin e kuzhinës. Një pikim i vogël, i padëmshëm, që ishte kthyer në një ortek të vërtet kur u kthye në një gurgullim kërcënuese. Hidrauliku i lagjes, një plak me mustaje të bardha, më kishte thënë se puna ishte e madhe dhe se nuk mund të vinte dot vetëm. Do të vi me një koleg, më kishte thënë, është punë e rëndë zonjë, duen 2 palë duar. Dhe kështu, në orën 3, dera ime u trokit. 2 bura. Njëri i gjatë, me flokë të errët dhe një buzëqeshje që dukeje pikturuar. Tjetri, më i shkurtër, me krah të fortë dhe një vështrim të përqendruar. Hynë me çantat e tyre të mëdha, me vegla që kërcisnin, dhe unë u tregova rrugën për në kuzhinë. Artani më kishte thënë, je kujdesshme me të huajt në shtëpi. Dhe unë isha. Pikrisht për këtë arsye, qëndrova aty, në hyrje të kuzhinës, duke i vëzhguar. Jo nga mosbesimi, por nga një kuriozitet i çuditshëm. I gjati u përkul mbi lavaman dhe filloi të çmontonte tubat. Lëvizjet e tij ishin të rrjetshme, pothuajse si një valzim. I shkurtri, nga ana tjetër, ishte ulur poshtë, nën lavaman, duke i futur duart në ata hapësirë të errët dhe të ngushtë. Ata nuk flisnin shumë. Komunikimin e bënin me vështrime, me nyje të kokës, me ato gjeste të vogla që vetëm ata i kuptonin. Zonjë, më tha i gjati duke u drejtuar, ky është problemi i madh. Tubi i kanalizimit ka dal nga vendi. Çfarë do të thotë? Pyeta duke u përpjekur të dukesha e shqetësuar, por duke ndjerë se shqetësimi im ishte i vërtet. Do të thotë se duhet ta fusim përsëri në vend, tha i shkurtri nga poshtë, zëri i tij i mbytur. Por nuk është punë e lehtë, ka ujë të ndenjur, ka gjëm. Ai doli nga poshtë, me krahet e tij të lagur deli në bërila. Pash ujin që i pikonte nga lëkura, pash mënyrën se si i gjati i afërkoi shpatulën për të kaluar pranë. Ishte një prekje e shpejtë, pothuajse e padukshme, por unë e pash. Ishte një prekje që nuk ishte e nevojshme. Ishte një prekje që tregonte një njohje tjetër, një bashkëpunim që shkonte përtej qelësit anglez dhe të serës. Ata filluan punën. E gjata ishte sipër, duke e mbajtur tubin e ri, duke e drejtuar. E shkurtra ishte poshtë, duke shtrënguar dadot, duke rreguluar guarnicionet. Dhe unë, nga dera, vëzhgoja një lojë që nuk e kisha parë kurrë më parë. Një lojë ku duart e tyre, duke u takuar mbi atë tub metalik, qëndronin 1 sekond më shumë se sa duhej, ku sytë e tyre shkëmbenin shkëndija që nuk ishin lidhje me ndonjë rrjedhje uji. Nuk e di pse, por zemra ime filloi të rrihte më shpejt. Apo ndodhte vërtet ajo që unë mendoja se po ndodhte? Apo ishte thjesht një punë normale, e përditshme, dhe unë po e shija me sy të përdredhur? Pastaj erdhi momenti kyç. E gjata kërkoi një qelës. E shkurtra i azjati, por gishtat e tyre u takuan në ajër. Dhe në atë takim, në atë kontakt të shkurtër, pash diçka. Një lëvizje e lehtë e dorës së shkurtër, një shtrëngim i lehtë i gishtave të gjatë. Ishte një bisedë e tërë. Një bisedë që unë nuk e kuptoja fare, por që më bënte të ndjeja ngjehtësi në faqe. Ata vazhduan. E gjata tha, mbaje fort këtë pjesë, dhe e shkurtra e mbajti. Por e mbajti jo siç duhej, e mbajti me të dyja duart, duke e përqafuar atë tub, duke e shtypur kundër gjoksit të tij. Dhe e gjata, me një buzëqeshje të fshehtë, punoi rreth tij, duke e prekur me bërila, me shpatulla, me gjithçka përveç fjalëve. Unë isha aty, në prag të kuzhinës, duke dëshmuar diçka që nuk isha emër. Ishte e ndaluar, ishte e bukur, ishte thjesht një marrëdhënie pune e çuditshme. Nuk e dija. Ata e mbaruan punën në 2 orë. Tubi ishte rreguluar, uji i rrjedhte përsëri i pastër, pa pikë, pa gurgulim. E gjata më faturën, e shkurtra i fshiu veglat. Në derë ata u ndalën. I shkurtri, pa u kthyer, i dha një goditje të lehtë në shpatulë të gjatit. Një goditje që ishte pothuajse një përkëvelje. I gjati qeshi, një qeshure ullët dhe më tha:
Nëse keni përsëri probleme, na telefononi. Unë mbylla derën dhe mbeta aty, duke u përpjekur të kuptoja se çfarë kisha parë. Ishte thjesht puna, thjesht dy burra që bënin punën e tyre. Por pse atëherë, në dorën time, duke mbajtur faturën, kisha ndjesinë se kisha parë diçka që nuk ishte e destinuar për sy të jashtëm? Pse ndjeja se isha bërë pjesë e diçkaje, pa kuptuar asgjë? Kur Artani erdhi në shtëpi më pyeti: "E rregulove hidraulikun?" "Po," i thash, "e bëra me 2 hidraulik, e bën shumë mirë." Artani u përkul, hapi rubinetin, pa ujë që rriste pa pikë dhe më buzëqeshi. "Bravo, sa mirë që erdhën." Ai nuk mori vesh gjë. As fjalën, as gjestin, as atë takim të gishtave mbi tub, as atë goditje të fshehtë në derë. Ai pa vetëm ujin që rriste. Dhe unë, duke e parë atë kaq të qetë, kaq të lumtur, me rubinetin e rreguluar, ndjeva një përzierje të çuditshme. Një përzierje lehtësimi, sepse nuk isha për të shpjeguar diçka që as vetë nuk e kuptoja. Dhe një të qeshur të vogël, të fshehtë, që u ngjit nga thelësia e stomakut tim, duke më kujtuar se disa punë në këtë botë janë aq të ndërlikuara, sa që një bur i thjesht nuk mund t'i marrë kur vesh. Dhe kështu, ndërsa Artani përgatiste darkën duke kënduar, unë u la syt mbi faturë dhe pasha të emër. 2 emra. Dhe në mes tyre, një vizë e vogël, e pjerët. Një vizë që dukej si një urë midis 2 botëve, që unë kisha parë për një moment dhe që tani mbyllej përgjithmonë prapaderës. "Ishte një ditë e mirë," më tha Artani. "Po," u përgjigja unë, "ishte." Dhe në atë moment e dija. Disa gjëra nuk janë për të kuptuar, disa punë janë thjesht për të kryer. Dhe hidraulikët, ata e dinin këtë më mirë se kushdo tjetër.